Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se në takimin e parë të Bordit të Paqes janë mbledhur 17 miliardë dollar për ndërtimin e Gazës, nga kjo shumë 10 miliardë dollar do të sigurohen nga SBA-ja, ndërsa pjesa tjetër nga vendet si Kazakistani, Azerbajxhani, Maroku dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Shqipëria dhe Kosova të përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama dhe presidentja Vjosa Osmani. Instituti Amerikan I Paqes në Washington organizoi takimin e inaugurues të Bordit të Paqes, ku presidenti Donald Trump prezantoi avancimin e fondit për ndërtimin e Gazës. Ai bëri me dije se deri më tani janë mbledhur 17 miliardë dollar, nga të cilat 10 miliardë dollar do të sigurohen nga SBA dhe 7 miliardë nga një grup vendesh përfshir Kazakistanin, Azerbajxhanin, Marokun, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin, Katarin, Arabinë Saudite, Uzbekistan dhe Kuwait. Sipas Trump, rindërtimi I Gazës pritet të kushtoj rreth 700 miliardë dollar, sipas vlerësimeve të Kombeve të Shkuara, Bankës Botërore të Bashkimit Evropian, pas më shumë se 2 vitesh konflikt të armatosur. Në takimin organizuar, pjesë të cilit është dhe kreu I FIFA-s, u diskutua dhe nevoja për koordinim ndërkombëtar dhe përfshirje të trupave të forcave policore për të siguruar stabilitetin rajonal. Shqipëria dhe Kosova, të përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama dhe presidentja Vjosa Osmani, nuk kanë kontribuar ende me fonde financiare, por kanë premtuar pjesëmarrje me trupa dhe pjesëtar të policisë në Gaza. Presidenti amerikan u shpreh besim plot për cilësinë e forcave që do dërkohen nga këto vende, duke I përshkruar si disa njerëz shumë të mirë në mbështetje të operacionit të rindërtimit dhe sigurimit të paqes në zonë. Ky takim shënon hapin e parë konkret të Bordit të Paqes të Trump dhe një përpjekje për të koordinuar burimet ndërkombëtare në një nga zonat më të prekura nga konfliktet në lindjen e mesme. Parlamenti Evropian publikoi draft raportin për Shqipërinë, ku vlerëson përparimin e shpejtë në negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Dokumenti përshëndet hapjen e të gjithë grup kapitujve dhe objektivin për mbylljen e negociatave deri në vitin 2027. Megjithatë, thekson probleme serioze me zgjedhjet, korrupsionin, funksionimin e drejtësisë dhe standardet demokratike. Komisioni për punët e jashtme të Parlamentit Evropian ka publikuar draft raportin e radhës për Shqipërinë, duke evidentuar një progres të dukshëm në rrugën drejt integrimit evropian, por njëkohësisht duke ngritur shqetësime për cilësinë e demokracisë në zbatimin real të reformave. Eurodeputetët vlerësuan faktin se vendi ka arritur të hapë të gjithë grup kapitujt e negociatave brenda vetëm 13 muajve, një ritëm që konsiderohet ndër më të shpejtët në rajon dhe konfirmon objektivin për mbylljen e procesit deri në fund të vitit 2027. Megjithatë, raporti thekson se suksesi I negociatave nuk matet vetëm me miratimin formal të ligjeve, por me zbatimin konkret të tyre në praktik. Një nga pikat më kritike lidhet me zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Sipas zgjedhjeve të misionit të OSBE-ODIHR-it, kuadri ligjor konsiderohet përgjithsisht I përshtatshëm, por janë evidentuar probleme serioze si paparazi në garë, keqpërdorim të burimeve shtetërore, akuza për blerje votash dhe presion ndaj votuesve. Parlamenti Evropian I bën thirrje shumicës dhe opozitës që të angazhohen për një reformë zgjedhore, gjithëpërfshirëse dhe të zbatojnë të gjitha rekomandimet e mbetura pezull. Dokumenti shpreh gjithashtu shqetësime për polarizimin e vazhdueshëm politik dhe gjuhën konfrontuese mes palëve, duke theksuar se kjo klim dëmton funksionimin normal të institucioneve dhe minon besimin e qytetarëve. Në fushën e drejtësisë, raporti përshëndet vijimin e reformës dhe procesin e vettingut, por nënvizon se gjykata përballet ende me mungesë efikasiteti, stok të lartë dosjesh dhe nevojë për forcimin e pavarësisë institucionale. Korrupsioni cilësohet si një shqetësim serioz dhe kërkon rezultate konkrete, sidomos me ndjekjen penale të rasteve të nivelit të lartë. Po ashtu, kërkohet të luftë më efektive kundër krimit të organizuar dhe bashkëpunimit më të ngushtë me agjencitë europiane si Europol dhe Eurojust. Raporti ndalet edhe te liria e shprehjes dhe pluralizmit mediatik, duke kërkuar mbrojtje më të fortë për gazetarët dhe një midis më të sigurt për mediat. Eurodeputeti inkurajoi gjithashtu forcimin e të drejtave të pakicave dhe grupeve vulnerabël, ndërsa shpreh shqetësime për retorikën antiligjore dhe për aksesin e kufizuar në drejtësi për disa kategori qytetarësh. Në
administratën publike njihet progres i bërë, por kërkohet rekrutim mbi bazë merite, depolitizimi dhe më shumë transparencë në menaxhimin e financave publike. Dokumenti thekson rëndësinë e investimeve në arsim, inovacion dhe dialog social, duke vënë në dukje frekuencën e ulët të mbledhjeve të Këshillit Kombëtar të Punës. Nga ana tjetër, përshëndetet angazhimi i Shqipërisë në planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor dhe për afrimin e plot në politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s, si dhe roli konstruktiv i vendit në rajon. Eurodeputitët theksojnë se mbështetja financiare europiane do të vazhdojë, por do të mbetet i kushtëzuar ngushtë në zbatimin konkret të reformave dhe rezultateve të matshme. Eci me seanca plenare në Kuvendin e Shqipërisë u dominua nga përplasje politike jashtë rendit të ditës. Opozita akuzoi mazhorancën për mbrojtje politike pas kërkesave të SPAK dhe ndryshimeve ligjore për pezullimin e zyrtarëve. Debati përfshin përplasje të drejtë për drejta mes Gazmend Bardhit dhe deputetëve socialistë, me ndërhyrje të papritur edhe nga Josefina Topalli. Seanca parlamentare e kësaj traditje u zhvillua në të njëjtën ritëm polemikash si shumë prej mbledhjeve të fundit, ku diskutimet politike zënë vendin kryesor, duke lënë në hije rendin formal të ditës. Përplasjet nisen që në fillim, teksa opozita e përdori debatin për të ngritur akuza ndaj qeverisë lidhur me raportin me drejtësinë dhe me qëndrimin ndaj hetimeve të prokurisë së posaçme. Në qendër të kritikave ishte kërkesa e SPAK-ut për çështje që lidhen me imunitetin e zyrtarëve të lartë, përfshirë dhe emrin e Belinda Ballukut, si dhe propozimin e socialistëve për ndryshime ligjore që parashikojnë pezullimin e një zyrtari shtetëror nga detyra. Opozita e cilësoi këtë nisëm si përpjekje për të vendosur bariera politike ndaj veprimeve të drejtësisë, ndërsa mazhoranca e mbrojti si një mekanizëm ligjor dhe institucional. Zoti kryetari i Kuvendi i Shqipërisë në agjendën e tij duhet ketë vetëm një pikë që ju keni 2 muaj që e mbani zvarr, e tërhiqni zvarr, duke e kthyer Kuvendin e Shqipërisë institucionin e vetëm botë që bëhet bunker ndaj zyrtarëve të korruptuar. Dhe kjo çështje është futja me urgjencë në rendite e kërkesës prokurisë për të hequr imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Dhe as na njoftoni që përmes një ligji keni vendosur të jepni mbrojtje politike kryeministrit dhe ministrave nga veprimet hetimore të prokurisë së posaçme. Jeni i vetmi vend në botë që miratoni një ligj për të mbrojtur veten. Debatet u bën më të ashpra në momentin e përplasjes mes krehut të grupit parlamentar socialist Auland Balla dhe deputetit demokrat Gazmend Bardhi. Nuk ka kërkesë për heqje imuniteti. Sa i përket një kërkese për dhënie autorizimi, zotrote si antar i atij këshilli i emëruar nga zoti Peleshi si kryetari i këshillit, jeni njoftuar sikurse jam njoftuar edhe unë në datën 23 ora 10:00 për të vijuar me mbledhjen. Të t'jap leksione të drejtës kushtetuese Auland Balla është 2 herë fundi botës. Po, 1-0, gjykata kushtetuese i ka thyrë hundët kryetarit tuaj dhe juve gjithë bashk që dilni studio dhe thonit që ministri nuk pezullohet sepse ka status të barabartë me deputetin. Dhe gjykata kushtetuese thot, paraprakisht, gjykata vlerësoi 1-0 se imuniteti i ministrit rregullohet nga neni 103 dhe 73 i kushtetutës. Në regjimin kushtetues të imunitetit të ministrit, ashtu sikurse të deputetit, nuk përfshihet garancia e parashikuar në nenin 242.2 e kodit procedurës penale, sipas cilës masa e pezullimit ushtrimit të detyrës nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Pra për 2 muaj ju keni mbajtur peng kërkesën e prokurisë për arrestimin e Belinda Ballukut me argumentin antikushtetues se SPAK-u ka shkelur ligjin që ka pezulluar zëvendës kryeministren tuaj. Mbani televizorët ndezur në orën 16:00, kryeministri Rama dhe presidenti Trump së bashku në mbledhjen e parë të Bordit Paqes, aty ku i takon Shqipërisë tjetë o gas. Socialistët e qarkut Fieri u bashkuan me njëherë debate duke ndërhyrë njëri pas tjetrit në mbrojtje të Ballës, situatë që në disa momente shkaktoi edhe të qeshura edhe batuta në sallë. Zoti Gazmend Bardhi erdhi në Fier si i madhi Gaz Bardhi dhe iku nga Fieri si mbas Gardhi. Qytetarëve të Fierit i kanë bërë një premtim.
ku kam qenë fushat, që kjo zonja që po deformon vullnetin e qytetarëve me parat e korrupsionit do të shkojë në burg. Dhe kam bërë premtimin, ajo do të shkojë në burg. Me apo pa ty Zeqinen e gjithë zagarët e vet që i ka sjell tu në sallën e Kuvendit. Ti Gazo erdhe në fier këtu më shik tej, shiko në sy. Po, shiko illo. Ti erdhe në fier vetëm për të pirë gjini o yll bote. Atje në 2 të natës e për të shkëlqyer sy xixa, gjithashtu edhe për të ngrënë qoftet e lokali Lagjës. Për këtë erdhe ti. Mes toneve ironike dhe akuzave politike, bardhit i erdhi në ndihmë një zë i papritur nga kampi i opozitës, ish kryeparlamentaria Josefina Topalli, dikur kundërshtarja e tij politike, duke shtruar një tjetër episod të pazakon në seancën e tensionuar. Kur kam hyrë për herë të parë në parlament, Partia Socialiste është përfaqësuar nga Fatos Nano, Dritër Agolli, profesor Servet Plumi, Namik Dokle e tjerë. Që të përfundojnë Partia Socialiste në parafolsit nuk e kisha imagjinu kur. E dashur Josefin, ti duhet ja dish për falemnderit doktorit se luli të kapi prej zhelesh edhe të qiti jashtë. Unë e kuptoj që ti ke nostalgji për atë kohën tënde, ishte koha të arta ato, por e dashur zonjë, gjërat kanë ndryshuar tani. Jemi në një epokë tjetër, nuk jemi më në ato epokën tënde kur të kapje prej zhelesh e të qisje jashtë nga atje lart. Pavarësisht klimës së debatit, Kuvendi vijoi më pas me shqyrtimin e projekteve të parashikuara në agjendë për nismat për statusin e minatorëve, trashëgimin kulturor, aksizat, qeverisjen elektronike, si dhe zgjedhjen e anëtarëve të ri të bordit të Bankës së Shqipërisë. Ministra për Europën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali prezantoi projekt ligjin për reformimin e shërbimit të jashtëm duke hapur dyer edhe për profesionistë me përvojë ndërkombëtare. Ligji krijon akademinë diplomatike dhe vendos standardet më të larta rekrutimi si dhe përmirëson statusin e diplomatëve dhe familjeve të tyre. Gjatë prezantimit të projektit për shërbimin e jashtëm, ministra Elisa Spiropali nënvizoi nevojën për një reformim të thellë të sistemit diplomatik shqiptar. Ligji parashikon hapjen e dyerve për profesionistë me përvojë ndërkombëtare jashtë karrierës diplomatike, krimin e akademisë diplomatike dhe forcimin e dimensionit ekonomik dhe kulturor të përfaqësimit të vendit tonë. Ritmi i politikës tonë të jashtme nuk është ndjekur gjithmonë nga ritmi i strukturave tona shtetërore. Ministria për Europën dhe punët e jashtme ka diplomat të shkëlqyer, profesionistë të përkushtuar me përvojë të çmuar. Por si çdo institucion që vjen nga një histori e gjatë totalitare, dogmatike, shartuar me tranzicion kaotik, ajo mbar ende reflekset e së shkuarës, reflekse inercie, nepotizmi, reflekse mbyllje ndaj kuadrove të ri, reflekse të një administrate që shpesh ka qenë më shumë procedurale se sa strategjike. Opozita kritikoi procesin duke akuzuar mazhorancën për pengesa në integrimin evropian dhe mbrojtje politike për zyrtar caktuar. Flet tërësisht për të kundërtën e kësaj që ju shitët përpara opinionit publik. Nuk flet as për reforma, as për përparim, as për progres, sigurisht flet për një gjë që bijem dakord gjithë, që duhet mbështetur integrimi evropian i Shqipërisë. Mirë po, integrimi evropian i Shqipërisë, zonja ministre, nuk realizohet dot me ato që kryeministri i Shqipërisë i ka lënë si detyrë në mbledhje grupi, ku ke qenë dhe ti, që t'jenë lëkur këpuce për spakun. Në përgjigje, Spiropali garantoi se hapja e negociatave në Bashkimin Evropian do të realizohet brenda 2027-s, duke lidhur procesin me përparimin në luftën kundër korrupsionit dhe respektimit të reformave. Jeni të sigurt që nuk ka asnjë çështje të brendshme, asnjë problematik këtu dhe asnjë çështje tjetër që mund të marrë peng procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe jo artikuj të sponsorizuar në mediat huaja, narrativat të prodhuara këtu që pastaj shiten në institucionet ndërkombëtare apo në media si e vërteta e Shqipërisë dhe nuk ka tym e zjarr që mund t'ja shëmtoj Shqipërisë apo mund t'i marrë asaj sukseset që ajo ka të paktën në këtë fushë. 2026 dhe 2027 Shqipëria do t'i mbyll kapitujt.
për antarësim në Bashkimin Evropian, do ta përfundojë këtë proces me të gjitha energjitë e saj, me të gjitha kapacitetet, me të gjitha sakrificat që ka bërë dhe me të gjithë udhëheqësinë e saj në reformën drejtësi që jo ju s'kishit për ta ndërmarrë kur, po dhe ato vende që ti përmende këtu si pararoj që pas kanë hapur e mbyllur kapitull nuk janë kurkund në plotësimin e këtyre standardeve, kritereve, jo e më reformave siç i përmende. Ministra i bëri dhe një referencë e rëndësishme gjyqit në Hag për rishkrerët e UÇK-s, duke theksuar se Shqipëria do të mbrojë të vërtetën historike të Kosovës dhe integritetin e saj në arenën ndërkombëtare. Gjykata e posaçme ka shtyr për herë të tretë seancën paraprake për dosjen ku akuzohet kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beci. Ai nuk u paraqit personalisht duke dhënë prokuror të posaçme avokatit të tij, i cili gjithashtu mungoi për shkak të angazhimeve të tjera. SPAK akuzon Becin dhe 6 pandehur të tjerë për shkelje të barazisë në tendera publik. Seanca paraprake për dosjen në ngarkim të kryebashkiakut të Shkodrës Benet Beci u shty për herë të tretë nga gjykata e posaçme. Beci nuk u paraqit personalisht në gjykat, duke i dhënë prokuror avokatit të tij Ervin Metalla, i cili gjithashtu mungoi pasi ndodhej në një proces tjetër. Sipas SPAK, Beci dhe 6 pandehur të tjerë akuzohen për shkelje të barazisë mes operatorëve ekonomik gjatë një tenderi konsulencë të zhvilluar nga Kesh në vitin 2019 me objekt zhvillimi strategjik i sektorit energjetik dhe me vlerë 700 milion lek. Hetimi ka nisur kryesisht mbi bazë të referimeve të Byros Kombëtare të Hetimit, pas sekuestrimit të provave materiale në banesën e ish-drejtorit përgjithshëm të autoritetit trugor, Erviz Berberi. Në këtë proces është i përfshirë dhe emri Adela Ruko, bashkëshortja e Berberit, e cila aktualisht ndodhet në arrest. Gjyqtarja Marinela Osmani caktoi seancën e radhës për të martën e ardhshme në 24 shkurt, ku SPAK do të lexojë kërkesën për kalimin e dosjes në gjykim dhe mbrojtje do të bëjë kundërshtimet e tij. Kjo shtyrje e radhës thekson në vonesat e vazhdueshme në proceset ligjore ndaj zyrtarëve të lartë dhe rëndësinë e respektimit të afateve gjyqësore, ndërsa hetimet ndaj Becit dhe të pandehurve të tjerë vijojnë për shkelje të procedurave të tenderimit publik. Seanca e radhës e megaprocesit plumbiart në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u shoqërua me debate të forta mes prokurorëve të SPAK dhe mbrojtësve ligjor. Disa të pandehur akuzuan prokurorin për zvarritje të paraburgimit dhe shkelje të drejtave. Në seancën e ardhshme pritet të paraqitet komunikime të goduara nga platforma Sky ECC. Me tone të larta dhe përplasje verbale u zhvillua këtë të ejtë seanca e radhës së mega operacionit plumbiart, një nga çështjet më të mëdha gjyqësore kundër krimit të organizuar në vend, sa dhe gjyqit u përfshin nga tensione mes përfaqësuesve të akuzës dhe mbrojtësve, ndërsa edhe disa prej pandehurve ndërhyjnë drejt për drejt me akuzën ndaj prokurorisë. Gjatë seancës së pandehurit Petrit Qoli dhe Aslan Plaku kundërshtuan ashpër vijën e masës së paraburgimit, duke pretenduar se po mbahen prekosh në qeli pa një vendim përfundimtar, po na varrosni për sigjalli, po na mbani në burg. Ju, jo Nuredin Dumani, ishin deklaratat që ata drejtuan në sallë duke ia faturuar përgjegjësinë prokurorëve për zvarritjen e procesit. Debatet u thedhuan në momentin kur prokuroria paraqiti prova shkresore. SPAK bëri të ditur se në seancën e ardhshme do të vendosen në dispozicione dhe bisedat e siguruara nga komunikimet e gotuara, të cilat do të paraqiten përmes një CD-je dhe do të shfaqen në monitorin e sallës së gjyqit, materiale që konsiderohen kyçe për hetimin. Sa i përket gjendjes shëndetësore të pandehurit Aslan Plaku, prokurori çështjes Behar Dibra u shpreh se çdo shqetësim do të ndiqet përmes rrugëve ligjore dhe përmes përfaqësuesve të mbrojtjes, duke mos e konsideruar këtë argument si shkak për ndryshimin e masës së sigurisë. Përplasja e fortë pati edhe mes prokurorëve dhe avokatëve të Altin Docit, i cili ndodhet në kërkim për një muaji. Mbrojtja kërkoi që të vijë në dispozicion të plot të gjitha komunikimet e marra nga platformat e gotuara përmes letërporosive ndërkombëtare, duke pretenduar se një pjesë e provave po mbaje fshehtë nga organi i akuzës. Prokuroria e kundërshtoi këtë pretendim, duke theksuar se çdo material është administruar sipas procedurave ligjore. Në përfundim, gjykata vendosi shtyrjen e seancës dhe caktoi datën 3 mars për vijimin e shqyrtimit, ku pritet të vazhdojë debati mbi provat dhe dokumentacionin e paraqitur në një proces që mbetet ndër më të ndërlikuarat dhe më të ndjeshmet për drejtsinë shqiptare. Policia ka zbuluar një magazin që duhej të funksiononte si kompani marketingu digital ku ruheshin mbi 10.000 produkte ushqimore dhe bimore të skaduara. Produktet përfshirë lëngje, çajra dhe kremra kurativ
ishin pa pullën e agjensisë së Barnave dhe pa etiketa në gjuhën shqipe. Administratori i magazinës Shtetasi Boshnjak është padur në kërkim, ndërsa punonjësit janë proceduar penalisht. Autoritetet kanë zbuluar këtë të njëjtë një magazin në Tiranë që në dukje funksiononte si një kompani marketingu digital, por i tregua një realitet të ndrysht. Mbi 10.000 produkte ushqimore dhe bimore të skaduara dhe kontrabanduara ruheshin brenda ambienteve të saj, nga lëngje frutash dhe çajra deri tek vajrat dhe kremrat kurativ. Disa prej tyre ishin të skaduara deri në 3 vite dhe të gjitha pa pullën e Agjencisë së Barnave apo të Ministrisë së Financave, si dhe pa etiketa në gjuhën shqipe, duke rrezikuar shëndetin e qytetarëve. Në kuadër të procedimeve hetimore, Prokuria e Tiranës ka shpallur në kërkim administratorin e magazinës Shtetasin Boshnjak me iniciale JT, ndërsa punonjësit e pranishëm janë proceduar penalisht. Hetimet për këtë rast do të vazhdojnë për disa vepra penale, duke përfshirë kontrabanda me madhra të tjera, ruajtja apo depozitimi i madrave kontraband, tregtimi dhe transportimi i madrave që janë kontraband, fsheja e të ardhurave dhe importimi, prodhimi, shitja dhe ruajtja e ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve. Ky rast nënvizon rëndësinë e kontrollit të re mbi tregtinë e ushqimeve dhe produkteve bimore, duke i kujtuar publikut rreziqe që mund të sjellë konsumimi i produkteve të skaduara apo të kontrabanduara, si dhe një përgjegjësi ligjore të administratës dhe operatorëve të tregut. Eci me të tjera zhvillime, Kosova ka ndërtuar një ushtri moderne dhe profesionale në përputhje me standardet e NATO-s, deklaroi ministri i mbrojtjes Eyüp Maqedonci. Sipas tij, vetëm vitet e fundit janë investuar mbi 450 milionë euro në sisteme armatimi dhe infrastrukturë ushtarake. 18 vite pas shpalljes së pavarësisë, Kosova po synon të konsolidojë kapacitetet e saj mbrojtëse dhe të forcojë rolin në sigurinë rajonale. Ministri i mbrojtjes Eyüp Maqedonci deklaroi se vendi tashmë ka ndërtuar një ushtri moderne, profesionale dhe ka përafruar me standardet e NATO-s, duke cilësuar transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës si një nga prioritetet kryesore shtetërore. Sipas tij, investimet në sektorin e mbrojtjes kanë qenë të konsiderueshme. Vetëm për blerjen e sistemeve të armatimit janë shpenzuar mbi 450 milionë euro, ndërsa fondet kanë zbuluar edhe ndërtimin e infrastrukturës së re ushtarake, baza moderne si dhe trajnimet të specializuara brenda dhe jashtë vendit për personelin ushtarak. Maqedonci konfirmoi se Kosova ka kontaktuar sistemin amerikan të artillerisë 105 mm Hawki, duke bërë vendi i parë i Shteteve të Bashkuara që siguron këtë teknologji. Ky sistem konsiderohet i lëvizshëm dhe me prezicion të lartë, duke rritur ndjeshëm kapacitetet e reagimit të shpejtë në terren. Në aspektin toksor, Forca e Sigurisë së Kosovës disponon të 3 sisteme antitank dhe është në pritje të sistemit të 4, ndërkohë kapaciteti ajror janë forcuar edhe me drone luftarake Bayraktar të B2, prodhim turk, si dhe në sistemin amerikan Puma dhe drone kimikaz që përdoren për misione zbulimi dhe goditje precize. Autoritetet kanë bërë të ditur gjithashtu se janë në proces të sigurimit të helikopterëve multifunksional, të cilët do të shërbejnë për operacione emergjente, transport dhe mbështetje ushtarake. Ministri theksoi se objektiva është që Kosova të qëndrojë mes vendeve më të përgatitura ushtarakisht në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke i përjashtuar Serbinë për shkak të kapaciteteve të saj më të mëdha. Ai shtoi se çdo qytetar i Kosovës ka mundësi të aplikojë për të bërë pjesë e forcës së sigurisë së vullnetar, duke konsideruar këtë një kontribut të drejtë për drejtë për sigurinë kombëtare. Transformimi i FSK-s shihet nga autoritetet si një hap strategjik për forcimin e sovranitetit dhe për rritjen e bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar të sigurisë. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 20 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga rreshje me intensitet mesatar deri të lartë, ndërsa pasditja vijon me shira të her pas hershëm në shumicën e zonave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 3 orë me diell kryesisht në intervale të shkurtra. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 4 deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:22 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:27 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 13 gradë Celsius.
Kukës, 6 deri në 11 gradë Celsius. Peshkopi, 4 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 13 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 14 gradë Celsius. Korç, 2 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 12 gradë Celsius. Sarand, 10 deri në 14 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 20 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit relativisht të paqëndrueshëm me alternime mes vranësirave dhe rreshjeve të lehta shiu në disa zona. Paraditja do të jetë me vranësira, ndërsa pasditja sjell rreshje të her pas hershme në pjesën perëndimore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:18 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 3 deri në 7 gradë Celsius. Podujev, 2 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj, 3 deri në 9 gradë Celsius. Pej, 3 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë, 3 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov, 4 deri në 12 gradë Celsius. Malishev, 3 deri në 11 gradë Celsius. Gjilan, 4 deri në 8 gradë Celsius. Perizaj, 3 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik, 3 deri në 9 gradë Celsius. Suharek, 4 deri në 11 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 12 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund ta ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Dritës. Bashkë mirë takofshim në edicionin e ardhshëm.